Nata ishte e ftohtë dhe era e Marsit fishkëllente nëpër degët e zhveshura të pemëve. Marko po kthehej nga turni i vonë në spital, duke ecur me hapa të rënduar nëpër rrugën e zbrazët. Ishte kirurg dhe dita kishte qenë veçanërisht e vështirë. 3 operacione të njëpasnjëshme, një jetë e shpëtuar, 2 familje që qanin nga lumturia. Por ai vjet ishte i vetmuar. 11 vjet ishin kaluar që kur Maria, gruaja e tij, kishte vdekur gjatë lindjes. Fëmia që prisnin me aq mall nuk kishte mbjetuar as ai. Që atëherë, shtëpia e Markos ishte bërë një varr i gjallë. Dhoma e fëmijës, e zbukuruar me kujdes nga Maria, mbetej e mbyllur. Ai nuk kishte guxim të hynte atje. Çdo mëngjes zgjodhej vetëm, çdo darkë hante në heshtje. Çdo natë flinte me mungesën e asaj që kishte dashur më shumë se jetën e vet. Kur arriti para shtëpisë së tij, diçka e çuditshme tërhoqi vëmendjen. Një shport ishte vënë para derës. Marko ndal, duke vështruar me dyshim. Në fillim mendoi se ishte ndonjë dërgesë e gabuar, por kur u afrua, dëgjoi një tingull të lehtë, një përshpëritje, një rënkim. Zemra i ngriti një rrah. Me duar të dridhura, Marko u përkul dhe hapi batanien që mbulonte shportën. Ajo që pa e la pa frym. Një foshnje, e vogël dhe e djers, po e shikonte me sy të mëdhenj kafe. Foshnja nuk qante fort, vetëm lëshonte një lloj tingullusha ke buta, sikur të kishte harxhuar tashmë të gjitha forcat për të thirrur ndihmë. Zoti im, përshpëriti Marko, duke ngritur shportën me kujdes të madh dhe duke e futur shpejt në shtëpi. Brenda, në dritën e fortë të sallonit, Marko pa më mirë fëmijën. Ishte vajzë, ndoshta disa muajsh. Rrobat e saj ishin të vjetra dhe të holla, krejtësisht të papërshtatshme për natën e ftohtë të Marsit. Buzët e saj ishin pak vjollës nga i ftohti. Marko, me instinktin e një mjeku, filloi menjëherë ta kontrollonte. Pulsacioni ishte i dobët, por i rregullt. Temperatura trupit ishte ulur shumë. Nuk kishte kohë për të humbur. Ai vrapoi të merrte batanie të ngrohta. Pastaj, e mbështolli me kujdes foshnjën. E shtyu afër kaloriferit dhe filloi të fërkonte lehtë duart dhe këmbët e vogla për të nxitur qarkullimin e gjakut. Foshnja filloi të ngrohej ngadalë dhe ngjyra vjollce buzëve të saj zbehu. Sytë e saj, ata sy të mëdhenj kafe, nuk e largonin shikimin nga fytyra e Markos. Mirë je vogëlushe, i foli ai me zë të butë, duke ndjerë një ndjenjë të çuditshme që të pushtonte. Je sigurt tani? Pasi u sigurua që foshnja ishte e qëndrueshme, Marko e ekzaminoi më me kujdes. Nuk kishte asnjë shenjë dhune apo lëndimi, por në batanien që e mbulonte, gjeti një letër të palosur. Me duar të dridhura, e hapi. Shkrimi ishte i çrregullt, i bërë me dorë të shpejtuar. Ju lutem, kujdesuni për të. Nuk kam rrugë tjetër. Jeta ime është shkatëruar dhe ajo meriton më shumë se unë mund ta jap. Emri i saj është Leno. Faleminderit që do ta shpëtoni. Faleminderit që do të jeni ai që unë nuk mund të jem. Një ditë, kur të jetë e madhe, thuajini që e kam dashur më shumë se çdo gjë në këtë botë, por dashuria ndonjëherë nuk mjafton. Nëna e saj që nuk mundi të jem. Marko lexoi letrën 3 herë, duke ndjerë se diçka brenda tij po thyente dhe po riparohej në të njëjtën kohë. Kjo grua, kush qoftë ajo, kishte braktisur vajzën e saj, por jo nga mos kujdesi, jo nga mos dashamirësia, por nga një lloj dëshpërimi që vetëm dikush në skajin e humnerës mund të ndjente. Foshnja, Lena, filloi të lëviz në krahët e tij duke lëshuar tinguj të vegjël urie. Marko kuptoi që duhej ta ushqente. Vrapoi në kuzhinë dhe përgatiti një qumësht formula, duke ngrohur në temperaturën e duhur. Kur i afroi shishen, Lena e kapi me 2 duart e vogla dhe filloi të pinte me ethe. Ndërsa e shikonte, Marko u mbush me një ndjenjë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Një ndjenjë qëllimi, një ndjenjë dashurie që kishte menduar se kishte vdekur bashk me Marinën. Por realiteti u shfaq shpejt në mendje. Nuk mund ta mbante një fëmijë kështu. Kishte ligje, procedura, duhej ta raportonte te autoritetet. Foshnja do të shkonte në një shtëpi fëmijësh,
do të kalonte nëpër sistemin e birësimit. Ndoshta do të gjente një familje të mirë, ndoshta jo. Atë natë Marko nuk fjeti. Mbajti Lenën në krah, duke e vëzhguar ndërsa flinte. Fytyra e saj ishte aq e paqt, aq e papërlyer nga bota. Ai mendoi për letrën. Mendoi për nënën që kishte shkruar ato fjalë me aq dhimbje. Mendoi për jetën e vet të zbrazët. Dhe pastaj, në atë orën e errët të natës, Marko mori një vendim që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Në mëngjes, ai nuk telefonoi policin, as shërbimet sociale. Në vend të kësaj, telefonoi një avokat të vjetër, një mik nga koha e fakultetit. Petrit, unë kam një situatë shumë delikate, the Marko duke shpjeguar gjithçka. Avokati, një burr i moshuar me emrin Petrit, dëgjoi me vëmendje. Kur Marko mbaroi, Petrit mbeti një moment në heshtje. E kupton se çfarë po kërkon apo jo, tha më në fund Petriti. Nëse do ta birësosh këtë fëmijë, do të ketë hetim. Do të kontrollojnë gjithçka, historikun thënd, situatën financiare, shëndetin mendor. Dhe nëse zbulohet që e ke mbajtur pa e raportuar menjëherë, mund të kesh probleme serioze. E di, u përgjigj Marko, por nuk mund ta dërgoj në sistemin e birësimit. Nuk mund ta lë të kalojë nëpër atë rrugë. Ajo u braktis në derën time për një arsye. Ndoshta ishte fati, ndoshta ishte Zoti, por ndjej që duhet ta mbaj. Petriti shpërtheu në një përshërtim të thellë. Do të shoh çfarë mund të bëj, por nuk premtoj asgjë. Marko kaloi ditën duke u kujdesur për Lenën. Çdo orë ishte një zbulim i ri. Mënyra se si e kapi gishtin e tij me dorën e saj të vogël, zëri i saj kur çante për ushqim, paqja në fytyrën e saj kur flinte. Çdo moment forcoi vendimin e tij. Kjo foshnjë vogël, e braktisur dhe e pafajshëm, kishte nevojë për të. Dhe ai kishte nevojë për të. Por frika ishte gjithmonë atje. Çdo herë që dikush trokiste në derë, zemra i ngrihej. Çdo herë që telefoni binte, mendonte që ishin autoritetet. Dinte që po bënte diçka që mund të kishte pasoja serioze, por nuk mund të kthehej mbrapa. Javët që pasuan ishin një trazir procedurale. Petrit punoi me zell për të rregulluar situatën. Marko raportoi gjetjen e foshnjës, por shpjegoi se kishte pasur nevojë për kohë për të siguruar shëndetin e saj. Si mjek, ai kishte trajtuar urgjencën mjekësore së pari dhe pastaj kishte kontaktuar autoritetet. Historia ishte e vërtet, por e dhënë në mënyrë që të minimizonte problemet ligjore. Hetimi filloi. Asistent social erdhën në shtëpinë e Markut, shqyrtuan kushtet e jetesës, bën intervista të gjata. Marko u tregoi për Marin, për humbjen e saj, për dhimbjen që kishte mbetur brenda për vite. U tregoi për karrierën e tij si kirurg, për stabilitetin financiar, për dëshirën e thellë që kishte patur për të qenë prind. Një nga asistentet sociale, një grua e mesme me emrin Vera, ishte veçanërisht e ashpër në pyetjet e saj. Zoti Marko, tha ajo gjatë një vizite, ju e kuptoni që një burr i vetëm në moshën tuaj që dëshiron të birësojë një foshnjë ngre shumë pyetje. Marko e shikoi drejt për drejt, e kuptoi. Por ju e dini historinë time, e keni parë se si jetoj, e keni parë se si e trajtoj Lenën. Çfarë më tepër mund t'ju them? Vera hodhi një vështrim rreth dhomës. Kjo dhomë këtu, tha ajo duke treguar derën e mbyllur të dhomës së fëmijës. Çfarë është aty brenda? Marko ndjoi një ny në fyt. Ajo ishte dhoma që gruaja ime dhe unë kishim përgatitur për fëmijën tonë. Fëmijën që nuk e arritëm kur të takojmë. Pse nuk e hapni? Pyeti Vera. Sepse është shumë e dhimbshme, tha Marko me zë të thyer. Vera u butësua pak. Zoti Marko, nuk po ju gjykoj, por nëse dëshironi të birësoni Lenën, duhet të provoni që jeni gati ta lëni të kaluarën dhe ta përqafoni të ardhmen. Nuk mund të mbani dhomën e mbyllur përgjithmonë. Atë mbrëmje, pas largimit të Verës, Marko qëndroi para derës së dhomës së fëmijës për një kohë të gjatë. Lena flinte në krahët e tij, e ngrohtë dhe e qetë. Me një frymë të thellë, ai hapi derën. Brenda, gjithçka ishte ashtu siç e kishte lënë Maria. Djepët, lodrat, muralet me kafshë të vogla. Kujtimi i asaj dite kur kishin zbukuruar së bashku, plot shpresë dhe dashuri. Marko filloi të qante, lot që kishte mbajtur brenda për 11 vjet. Por, ndërsa qante, diçka ndryshoi. Shikoi Lenën në krahët e tij dhe kuptoi që Maria do të kishte dashur që kjo dhomë të përdorej. Do të kishte dashur që një fëmijë të lumtur dhe i dashur të rritej këtu. Do të kishte dashur që ai të gjente lumturinë përsëri.
"E kam për ty, Maria", përshpëriti ai. "Do ta dua ashtu siç do ta kishim dashur fëmijën ton", premtoi. Procesi zgjati muaj. Ishin momente kur Marko mendoi që do ta humbiste atë. Ishin ankesa, dyshime, procedura që dukeshin të pafund, por ai nuk u dorëzua. Dhe Petrit luftoi me çdo mjet ligjor që kishte. Një pengesë e madhe erdhi nga një antar i komisionit birësimit, një burr me emrin Driton, i cili ishte skeptik ndaj burrave beqar që dëshironin të birësonin fëmijë. "Si mund të jeni sigurt që mund t'i ofroni asaj një mjedis të shëndetshëm?" pyeti Driton gjatë një seance dëgjimore. "Një fëmijë ka nevojë për një nënë dhe një baba." Marko mori frymthell. "Me të gjithë respektin, zoti Driton, kam parë mira familje gjatë karrierës sime. Disa me 2 prindër, disa me 1. Dhe ajo që kam mësuar është që dashuria nuk varet nga numri i prindërve, por nga cilësia e kujdesit që ofrohet. Unë do t'i ofroj Lenës çdo gjë që kam, kohën time, dashurinë time, për kushtimin tim të plot." "Por çfarë për modelin e nënës?" insistoi Driton. "Si do ta mësoni ato gjërat që vetëm një grua mund t'i mësoj?" "Do të kërkoj ndihmë nga gratë në jetën time, nga fëmijët e mia, nga mësuesit. Do të sigurohem që Lena të ketë mentore femra të forta rreth saj, por mbi të gjitha, do t'i mësoj se çdo njeri pavarësisht gjinisë mund të jetë i fortë, i sjellshëm dhe plot dashuri." Driton nuk duke i bindur, por nuk kishte argument kundër. Më në fund, pas 6 muajsh të pasigurt, erdhi vendimi. Markos ju dha kujdestaria e përkohshme e Lenës, me perspektivë për birësim të plot pas një periudhe prove 1 vjeçare. Kur Petriti ja solli lajmin, Marko qau. Për herë të parë që nga vdekja e Marias, ai qau jo nga dhimbja, por nga lumturia. "Faleminderit Petrit", tha Marko me zë të mbushur me emocion. "Faleminderit që nuk u dorëzue." Petrit buzëqeshi. "Ti e meritove këtë, Marko, dhe Lena meriton ty. Tani shko dhe bëhu babai më i mirë që mund të jesh." Vitet që pasuan ishin më të bukurat e jetës së Markos. Lena u rrit në një fëmijë të gjallë, plot energji dhe kurreshtje. Fytyra e saj e rrumbullakët me ato sy të mëdhenj kafe që shprehnin çdo ndjenjë me intensitet të jashtëzakonshëm, i kujtonte Markos çdo ditë sa fat kishte. Kur Lena u mbushi 3 vjeç, ajo filloi të bënte pyetje pafund. "Pse qielli është kaltër, babi? Ku shkojnë shpendët në dimër? Pse duhet të fle?" Marko përgjigjej me durim, duke gëzuar çdo moment të këtyre bisedave. Lena kishte një mënyrë të veçantë të shikoje botën, me një përzierje të pafajësisë dhe zgjuarsisë që e bënte të veçantë. Por kishte edhe momente të vështira. Kur Lena filloi çerdhjen, fëmijët e tjerë pyesnin: "Ku është mamaja jote?" Lena vinte në shtëpi e shqetësuar. "Babi, pse nuk ka mama si të tjerët?" Marko e merrte në prehër. "Ti ke mua, voglushe, dhe unë të dua aq sa 2 prindër së bashku. Por nëse dëshiron, mund të flasim për mamin tënde." "Po, dua të di", thoshte Lena. Dhe Marko, duke zgjedhur me kujdes fjalët, i thoshte: "Mamaja jote ishte një grua shumë e fortë, që kishte kaluar në kohë të vështira. Ajo të donte aq shumë sa vendosi që duhej të jepte një jetë më të mirë. Prandaj më besoi mua, dhe unë jam këtu, dhe do të jem gjithmonë këtu për ty." Lena e përqafoi fort. "Të dua, babi. Edhe unë të dua, voglushe, më shumë se gjithçka në botë." Por pavarësisht fjalëve të tij, Marko e dinte që plaga ishte atje, që pyetja për origjinën e saj do të kthehej përsëri dhe përsëri. Vitet kaluan dhe Lena u bë një nxënëse e shkëlqyer. Mësonte me ethe. Lexonte libra më shpejt se çdo fëmijë tjetër në klasën e saj. Mësuesit e lavdëronin për inteligjencën dhe kuriozitetin e saj. Marko shkonte në çdo mbledhje prindrish, në çdo shfaqje shkollore, në çdo lojë sportive. Ishte baba më i pranishëm që mund të ishte. Por gjithmonë në fund të ditës, kur Lena flinte dhe Marko ulej vetëm në sallon, ai mendonte për letrën. E kishte ruajtur në një sirtar të mbyllur, bashkë me batanien në të cilën Lena ishte gjetur. Ndonjëherë e nxirrte dhe e rilexonte. Fjalët e asaj nëne të panjohur tingëllonin gjithmonë të reja, gjithmonë të dhimbshme.
Kush ishte ajo? Ku ishte tani? A mendonte ndonjëherë për vajzën që kishte braktisur? A e dinte që vajza e saj ishte e lumtur, e dashur, e sigurt? Marko nuk e kishte kërkuar kurrë. Pjesërisht sepse nuk donte të rrezikonte birësimin, pjesërisht sepse nuk ishte i sigurt nëse Lena do të donte ta dinte, dhe pjesërisht sepse kishte frikë nga ajo që mund të gjente. Një incident veçanërisht i rënd ndodhi kur Lena ishte 10 vjeç. Shkolla kishte organizuar një projekt ku fëmijët duhej të bënin një pemë gjenealogjike. Lena erdhi në shtëpi e shqetësuar. "Babi, si mund ta bëj këtë kur nuk e di asgjë për familjen time të vërtetë?" pyeti ajo. Marko u ul pranë saj. "Ti mund të bësh pemën time gjenealogjike. Ne jemi familje, Lena. Gjaku nuk përcakton dashurinë." "Por mësuesi tha që duhet të përfshijmë prindrit biologjik," tha Lena, dhe sytë e saj u mbushën me lot. "Dhe unë nuk di asgjë për ta." Marko e përqafoi. "Atëherë do t'i themi mësuesit që situata jote është e veçantë, dhe nëse ai nuk e kupton, unë do të flas me të." Lena e përqafoi fort. "Ndonjëherë dua vetëm të jem normale, babi." "Ti je normale," tha Marko. "Je një vajzë mrekullueshme, e zgjuar, e dashur. Dhe çdo familje është e ndryshme. Disa kanë 2 prindër, disa kanë 1, disa janë birësuar, disa jo. Por ajo që na bashkon të gjithëve është dashuria." Megjithatë, Marko e pa se kjo ngjarje kishte prekur thellë Lenën. Ajo fillon të bënte më shumë pyetje për nënën e saj. Dhe çdo herë Marko i jepte të njëjtën përgjigje. Ajo të donte, por nuk mundi të kujdesej për ty. Por kishte diçka që Marko nuk ja kishte thënë Lenës. Diçka që e mbante të zgjuar natën. Letra thoshte: "Një ditë, kur të jetë e madhe, thoni që e kam dashur më shumë se çdo gjë në këtë botë." Nëna e Lenës kishte dashur që vajza e saj ta dinte të vërtetën një ditë, dhe Marko e dinte që ajo ditë po afrohej. Kur Lena mbushi 15 vjeç, diçka filloi të ndryshonte. Adoleshenca e kishte bërë më të hapur ndaj botës, por edhe më të vetëdijshme për atë që mungonte. Ajo kishte filluar të bënte pyetje më të vështira. Një mbrëmje, gjatë darkës, Lena vendosi pirunin dhe e shikoi Markon drejt për drejt. "Babi, dua ta gjej nënën time," tha ajo. Marko ngriti kokën nga pjata. Kishte ditur që kjo ditë do të vinte, por tani që ishte këtu, ndjeu frikë. "Lena, e dim shumë pak për të. Nuk e di nëse..." "E di," e ndërpreu Lena. "E di që mund t'jetë e vështirë. E di që mund të mos e gjej, por duhet të provoj. Kam të drejtë ta di, apo jo?" Marko nuk mund ta mohonte. "Po, ke të drejtë." "Atëherë më ndihmo," tha Lena dhe zëri i saj u thye. "Ju lutem babi, nuk mund ta bëj vetë." Marko shtrëngoi gishtat rreth gotës së ujit. Për një moment, mendoi ta refuzonte. Mendoi për të gjitha arsyet pse kjo ishte ide e keqe, por pastaj shikoi vajzën e tij, këtë vajzë të re që po rritej shumë shpejt, dhe e kuptoi që nuk mund t'ja mohonte këtë. "Mirë," tha ai më në fund. "Do të ndihmoj." Qatë natë, marrëdhënia e tyre ndryshoi. Lena u bë më e largët, më e mbyllur në mendimet e saj. Marko e shikonte duke u përpjekur të mbante normalitetin, por diçka themelore kishte ndryshuar. Një ditë, Marko e gjeti Lenën duke qarë në dhomën e saj. Uli në dysheme, duke mbajtur një fotografi të vjetër të Markos dhe Marias. "Çfarë ndodhi?" pyeti Marko, duke ulur pranë saj. "Më mungon ajo," tha Lena, duke treguar fotografinë e Marias. "Edhe pse nuk e njoh, më mungon, dhe më mungon edhe ajo, nëna ime biologjike. Si është e mundur të mungoj dikush që nuk e njoh?" Marko i zuri dorën, sepse je njeri dhe njerëzit kanë nevojë për lidhje, për të kuptuar nga vijnë. Nuk ka asgjë të gabuar me këtë. "Por kam frikë,"
rrëfeu Lena. Kam frikë se ajo nuk do të më doj. Ose më keq, kam frikë se do ta gjej dhe do të kuptoj që bëri gabimin e duhur duke më braktisur. Marko e përqafoi fort. Asnjë nënë që shkrua një letër me aq dashuri nuk bën gabim. Ajo bëri sakrificën më të vështirë që një nën mund të bëjë, dhe pavarësisht çfarë gjejmë, unë do të jam këtu, gjithmonë. Kërkimi për nënën e Lenës filloi me seriozitet. Marko kontaktoi Petritin, i cili tani ishte në pension por ende kishte lidhje në sistemi ligjor. Marko, kjo nuk do të jetë e lehtë. Kan kaluar 15 vjet. Gjurmët janë të ftohta, dhe nëse ajo nuk dëshiron të gjendet, mund të mos e gjejmë kurrë. E di, por duhet të provoj. Për Lenën, Petrit nisi peshën e duhur. Kontaktoi kontakte të vjetër, kërkoi në dosje të vjetra, vizitoi streheza dhe qendra sociale. Muajt kaluan pas një rezultat. Çdo gjurmë çonte në një rrugë pa krye. Lena u depresua. Notat e saj në shkollë filluan të bien. Humbiste interesin për gjërat që dikur i pëlqenin. Marko e shikonte me dhimbje ndërsa vajza e tij vuante, por nuk dinte si ta ndihmonte. Një ditë, Marko foli me psikologun e shkollës, një grua e mençur me emrin Drita. Lena është në një fazë shumë delikate, shpjegoi Drita. Ajo po kërkon identitetin e saj, dhe fakti që nuk e njeh origjinën e saj biologjike e bën këtë proces edhe më të vështirë. Por duhet jetë e kujdesshme. Ndonjëherë përgjigjet që gjejmë nuk janë ato që shpresonim. E di, tha Marko. Por çfarë mund të bëj? Nuk mund ta ndaloj nga kërkimi. Jo, nuk mund ta ndalosh. Ra dakord Drita. Por mund ta mbështesësh. Mund t'i thuash që pavarësisht çfarë gjen, ti do të jesh atje. Që familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga dashuria. Marko e falenderoi për këshillën. Atë mbrëmje, foli me Lenën për një kohë të gjatë. I tha se pavarësisht çfarë do të gjente, marrëdhënia e tyre nuk do të ndryshonte. Që ai do të ishte babai i saj përgjithmonë. Lena e përqafoi. E di, babi, dhe asgjë nuk do të ndryshojë atë që ndjej për ty. Por kam nevojë ta bëj këtë, për veten time. Dhe kështu vazhduan kërkimin. Përmbysja erdhi nga një vend i papritur. Një mbrëmje, Petrit telefonoi me zë të ngazëllyer. Marko gjeta diçka. Kam një kontakt në një nga strehezat për gra të dhunuara në anën tjetër të qytetit. Ajo kujtoi një rast nga koha që përputhet me kohën kur Lena u braktis. Një grua e re kishte qëndruar atje për disa javë dhe kishte lindur një fëmijë, por kishte ikur nga streheza pas disa ditësh, duke marrë fëmijën me vete. Streheza e ka emrin dhe një fotografi nga dosja e saj. Zemra e Markos u ndalua për një moment. Dërgom gjithçka ke. Kur dosja arriti me email, Marko e hapi me duar të dridhura. Brenda kishte një fotografi të një gruaje të re, me pamje të lodhur dhe sy plot frikë. Emri i saj ishte Elira Krasniqi. Mosha 21 vjeç në kohën e ngjarjes. Në dosje kishte edhe shënime. E dhunuar nga partneri, frikë ekstreme, përpjekur të mbrojë fëmijën, u largua pa adres kontakti. Marko e shikoi fotografin për një kohë të gjatë. Kjo ishte ajo? Kjo ishte gruaja që kishte shkruar atë letër plot dhembje, që kishte braktisur Lenën në derën e tij atë natë të ftohtë të marsit? Ai e printoi fotografin dhe shkoi tek Lena. E gjeti në dhomën e saj duke dëgjuar muzikë me kufje. Lena, duhet të tregoj diçka, tha Marko duke hequr butonin e muzikës. Ajo hoqi kufjet dhe e shikoi me shpresë të friksuar. E gjete? Marko i dha fotografin. Lena e mori me duar të dridhura dhe e shikoi për një kohë që dukej si përjetësi. Sytë e saj studionin çdo detaj. Flokët e errët të gruas, sytë e saj të raskapitur, vijat e holla të frikës që i rrëshqisnin në fytyrë. Kjo është ajo? Pyeti Lena me zë të përmbajtur. Mendoj se po. Emri i saj është Elira Krasniqi. Kishte qëndruar në një strehim për gra të dhunuara kohën kur t'i linde, dhe
ikën pak para se ti të braktiseshe. Lena ndezi shikimin te fotografia. Ajo duket e trembur. Ajo ishte, tha Marko. Ka kaluar në për tuçka të tmerrshme, prandaj mori atë vendim. Lena e lëshoi fotografin dhe I shikoi prindrit adoptiv. Dua ta takoj, dua ta gjej. Marko e dinte që kjo ditë do të vinte, por tani që ishte këtu, ndjeu një frikë të thellë që e përthithte. Çfarë do të gjente Lena? Si do të ndikonte tek marrëdhënia e tyre? Por e kishte premtuar, do ta ndihmonte. Atëherë do ta gjejmë, tha Marko, së bashku. Kërkimi për Elirën ishte edhe më I vështirë se sa pritej. Ajo nuk ishte lënë gjurmë, nuk ishte llogari në rrjetet sociale, nuk ishte adresë të regjistruar, nuk ishte kontakte familjare të njohura. Ishte sikur kishte dashur të zhduket plotësisht nga bota. Marko punsoi një hetues privat, një burr me përvojë në gjetjen e personave të zhdukur. Emri I tij ishte Arben, një ish polic që tani punonte në mënyrë të pavarur. Rasti juaj është interesant, tha Arbeni gjatë takimit të parë. Gruaja që kërkoni duket se ka fshehur identitetin e saj me qëllim, por askush nuk mund të zhduket plotësisht. Do të gjejmë diçka. Arbeni punoi me metodik. Kontaktoi ish punonjës të strezave, kërkoi në regjistrat mjekësor, ndjekuri çdo gjurmë të vogël. Punoi për muaj dhe Marko e pagonte pa u ankuar edhe kur faturat bëheshin të larta. Lena e ndiqte progresin me vëmendje obsesive. Çdo ditë pyeste, a ka gjetur diçka? Dhe çdo ditë përgjigja ishte e njëjtë. Jo ende. Frustrimi I Lenës u rrit. Ajo filloi të tërhiqej edhe më shumë. Miqtë e saj në shkollë filluan të shqetësoheshin. Një ditë, më e mira shoqja e Lenës, një vajzë me emrin Sara, erdhi tek Marko. Zoti Marko, Lena nuk është mirë, tha Sara me shqetësim. Ajo flet gjithmonë për gjetjen e nënës së saj. Nuk ha si duhet, nuk fle. Jam e shqetësuar për të. Marko e falenderoi Sarën dhe vendosi të fliste me Lenën atë mbrëmje. E gjeti në dhomën e saj, shtrirë në shtrat duke shikuar tavanin. Lena, duhet të flasim, tha Marko duke ulur në skajin e shtratit. Nëse do të më thuash të ndaloj kërkimin, nuk do ta bëj, tha Lena pa e shikuar. Nuk po të them të ndalosh, tha Marko, por po të them që kjo po të shkatron. Po lë që ky kërkim të përcaktoj jetën tënde, dhe nuk është e shëndetshme. Lena ul dhe e shikoi me sy plot-lot. Por si mund të vazhdoj pa e ditur? Çdo herë që shikoj në pasqyrë, shoh një fytyrë që nuk e njoh plotësisht. Çdo herë që dikush më pyet se si jam, nuk e di si të përgjigjem, sepse nuk e di se kush jam vërtet. Marko e zuri dorën. Ti je Lena, je e fortë, e mençur, e sjellshme. Je vajza ime, dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Por nuk mjafton, tha Lena me zë të thyer. Dhe e di që kjo të lëndon, por është e vërtita. Kam nevojë të di nga vi, kam nevojë ta takoj. Marko e përqafoi ndërsa ajo qante. Dhe në atë moment kuptoi që pavarësisht sa e dashuronte, pavarësisht sa kishte bërë, kishte një pjesë të Lenës që ai nuk mund ta plotësonte. Një boshllëk që vetëm nëna e saj biologjike mund ta mbushte. Përmbysja erdhi 6 muaj pas fillimit të kërkimit. Arbeni telefonoi një mëngjes herët. E gjeta, tha ai thjesht. Marko nuk mund të besonte. Je I sigurt? 100%. Ajo jeton në një qytet të vogël në jug, punon si kamariere në një restorant lokal, jeton vetëm në një apartament të vogël. Sipas njerëzve që e njohin, ajo është e qetë, e mbyllur, nuk flet shumë për të kaluaren e saj. Marko e zuri dorën ndërsa ajo qante. Dhe në atë moment, kuptoi që pavarësisht sa e dashuronte, pavarësisht sa kishte bërë, kishte një pjesë të Lenës që ai nuk mund ta plotësonte. Një boshllëk që vetëm nëna e saj biologjike mund ta mbushte. Përmbysja erdhi 6 muaj pas fillimit të kërkimit. Arbeni telefonoi një mëngjes herët. E gjeta, tha ai thjesht. Marko nuk mund të besonte. Je I sigurt? 100%. Ajo jeton në një qytet të vogël në jug, punon si kamariere në një restorant lokal. Jeton vetëm në një apartament të vogël.
sipas njerëzve që e njohin, ajo është e qetë, e mbyllur, nuk flet shumë për të kaluarën e saj. Marko dëgjoi koordinatat me zemër që rahte fort. A mendon që do të na pranoj? Arbeni shtrëngoi shupet në telefon. Nuk e di, por e vetmja mënyrë për ta zbuluar është të provoni. Kur Marko ja tregoi ftelenës, vajza mbeti e shtangur. Për një moment, dukej sikur nuk e besonte. Vërtet? Pyeti ajo me zë të dridhur. E gjete vërtet? Po, dhe tani vendimi është yti. A dëshiron të takosh? Lena nuk ngurua as për një sekond. Po, dua të shkoj tani. Atëherë do të shkojmë. Por, Lena, duhet jeshe përgatitur. Ajo mund të mos jetë ajo që pret. Mund të refuzoj. Mund të jetë e dëmtuar shumë për t'u hapur. E di, tha Lena, por duhet ta provoj. Udhëtimi në jug zgjati 4 orë. Gjatë gjithë rrugës, Lena nuk foli shumë. Ulej në ulsen e pasme të makinës, duke shikuar peizazhin që kalonte jashtë dritares. Marko e shikonte në përpasqyrë, duke parë tensionin në fytyrën e saj, dridhjen e duarve që i mbante të shtrënguara në prehër. A je mirë? Pyeti Marko në një moment. Nuk e di, tha Lena me sinqeritet. Jam e friksuar. Çfarë do t'i them? Si do ta shoh? A do të më njoh? Ajo do të njoh, tha Marko me butësi. Nënat njohin fëmijët e tyre, edhe pas vitesh ndarjeje. Por ajo më braktisi, tha Lena, dhe në zërin e saj kishte dhimbje. Si mund të më njoh kur vendosi të më linte? Marko doli në anën e rrugës dhe u kthye për ta shikuar Lenën drejt për drejt. Ajo nuk të la sepse nuk të donte. E lexove letrën. Ajo të la sepse të donte aq shumë, sa ishte gati të vuante për gjithë jetën, vetëm që ti të kishe një shans. Lena shikoi jashtë dritares, duke i fshirë syt. Shpresoj që ke të drejtë. Kur arritën në qytetin e vogël, gjetën adresën që Arbeni kishte dhënë. Ishte një ndërtesë e vjetër apartamentish, me mure të zbokët dhe shkallë druri që kërcëllinin në hapat e tyre. Apartamenti i Lirës ishte në katin e dytë, në fund të një korridori të errët. Marko dhe Lena ndaluan para derës numër 8. Për një moment të gjatë, asnjëri prej tyre nuk lëvizi. Marko mund të dëgjonte rrahjet e zemrës së vet. Lena dridhej lehtë pranë tij. A je sigurt? Pyeti Marko për herë të fundit. Lena mori frymë thellë dhe tundi kokën. Po. Marko trokiti në derë. Pritën. Asgjë. Trokiti përsëri, më fort këtë herë. Dëgjuan hapa nga brenda, të ngadaltë dhe të kujdesshëm. Pastaj një zë, i hutuar dhe i druajtur. Kush është? Emri im është Marko. Ka marrë me dikë që dëshiron t'ju takoj. Një heshtje e gjatë, pastaj dera u hap ngadalë, vetëm sa për t'u lejuar të shihet fytyra e gruas. Dhe aty qëndronte Elira. Por ajo nuk ishte më vajza e re nga fotografia. Ishte tani një grua në fund të 30-tave, me flokë të lidhura pas në një bisht të rrept dhe sy që kishin parë shumë. Fytyra e saj kishte një lloj lodhje të thellë, por kur i pa, shprehisa e saj ndryshoi nga hutimi në frikë dhe pastaj në diçka që dukej si njohje e tmerrshme. Po, tha ajo me zë që u mundonte të qëndronte i qetë. Ishte Lena që foli e para. Emri im është Lena, tha ajo, dhe zëri i saj dridhej. Unë mendoj që je nëna ime. Fytyra e Lirës u bë e bardhë si gëlqerja. Ajo mbështeti në karricën e derës, duke mbajtur vete në këmbë me dorën që u drodh. Sytë e saj u mbushën me lot, që përpiqej t'i mbante, por dështoi. Jo, përshpëriti ajo. Jo, nuk mund t'jetë, si më gjete. E gjeta një letër, vazhdoi Lena, duke nxjerrë nga xhepi letrën që Marko kishte ruajtur për vite. Letra ishte e fishkur tani, e prekur nga koha dhe nga leximet e shumta. Ti e shkrove këtë, apo jo? Elira e shikoi letrën dhe diçka brenda saj u thye. Fytyra e saj u shtrembërua nga një dhimbje aq e thellë, sa ishte pothuajse fizike. Ajo filloi të qante në heshtje, duke mbuluar fytyrën me duar. Ju lutem, tha Marko me zë të butë. A mund të flasim? Vetëm për një moment.
kaq kemi ardhur. Elira hapi syt dhe I shikoi Markon, pastaj Lenën. Për një moment, dukej sikur do të mbyllte derën, por pastaj, me një lëvizje të ngadaltë dhe të dhimbshme, e hapi derën më shumë dhe I lëri të hynin. Brenda, apartamenti ishte I thjesht deri në ashpërsi. Një dhomë e vogël gjumi, një kuzhinë e vogël, një sallon me një kanape të vjetër dhe një tavolinë. Nuk ishte zbukurime, nuk ishte fotografi në mure, nuk ishte asgjë që të sugjeronte një jetë të jetuar plotësisht. Ishte një vend ku dikush ekzistonte, por nuk jetonte vërtet. Elira ul në kanape duke mbajtur kokën në duar. Marko dhe Lena ulën përballë, në dy karrige që kërcëllinin lehtë. Për një kohë të gjatë, askush nuk foli. Vetëm tingulli orës së murit që tikitakte ngadalë mbushte heshtjen e rëndë. Marko vështroi Lenën, e cila e shikonte Elirën me një përzierje komplekse emocionesh, kuriozitet, frikë, shpresë, dhimbje. Më në fund, Elira foli, zëri I saj ishte I thyer, pothuajse I pahershëm. Si më gjete? Nuk ishte e lehtë, tha Marko, por Lena donte të njihte, dhe I premtove që do ta ndihmoja. Elira e shikoi Lenën dhe në sytë e saj kishte një lloj dhimbjeje që nuk mund të shprehej me fjalë. Ti ajo, ti je foshnja ime. Po, tha Lena, dhe zëri I saj u thye. Dhe dua të di. Pse më braktise? Elira mbështeti syt me duar dhe filloi të qante me gëlltitje të mëdha. Trupi I saj dridhi nga pshërëtimat që kishte mbajtur brenda për vite. Marko dhe Lena pritën, duke I dhënë kohë të merrte veten, edhe pse çdo sekond ndihej si përjetësi. Kur më në fund u qetësua, Elira foli me zë të thyeshëm. Nuk ishte sepse nuk të dova, ishte sepse nuk kisha rrugë tjetër. Ishte mënyra e vetme për të shpëtuar. Dhe pastaj, me fjalë të ngadalta dhe të dhimbshme, Elira filloi të tregonte historinë që kishte mbajtur të fshehtë për vite. Ishte 20 vjeçe kur u bë shtatzën. Partneri I saj, një burr me emrin Dren, që kishte menduar se e donte, e kishte abuzuar fizikisht dhe emocionalisht për muaj. Në fillim, abuzimi ishte vetëm fjalë, fyerje, ulërima, akuza. Por pastaj u bë fizik. Kur zbuloi që isha shtatzën, u tërbua, tha Elira, duke shikuar duart e saj që dridhen. Më tha që nuk do të lejonte të kisha fëmijën, që do ta hiqte, që do të më vriste nëse do ta mbaja. Ajo iku. Me ndihmën e një fqinje të mirë, gjeti një strehës për gra të dhunuara. Atje, lindi Lenën. Ajo është gjëja më e bukur që kisha parë ndonjëherë, tha Elira, dhe një buzëqeshje e dhimbshme ju shfaq në fytyrë. E mbajta në krah dhe mendova që tani gjithçka do të ishte mirë, që do të mbroja, që do të ndaloja Drenin. Por Dreni e gjeti, erdhi në strehës, kërcënoi stafin, kërkoi të merrte fëmijën. Strehëza e mbrojti, por Elira e dinte që ai nuk do të ndalonte. Një natë, dëgjova se po planifikonte të vinte përsëri, që herën tjetër do të sillte armë, që do të merrte Lenën me forcë, dhe e dija që nëse ajo jepte në duart e tij, jeta e saj do të ishte ferr. Prandaj, ato natë, Elira mori fëmijën dhe iku nga strehëza. Nuk I thash askujt, vetëm mora Lenën dhe vrapova. Jetoj në rrugë për disa ditë, duke fshehur në godinat braktisura, duke ngrënë nga mbeturinat, duke u përpjekur të mbante fëmijën e saj të ngrohtë dhe të ushqyer. Por e dinte që nuk mund të vazhdonte kështu. Foshnja po dobësohej. Nuk kishte mjete për ta ushqyer siç duhej. Nuk kishte vend të sigurt për të jetuar. Dhe pastaj, një mbrëmje, kur isha në skajin të dëshpërimit, të pash ty, tha Elira, duke shikuar Markon në sy. Po ktheheshe nga puna, duke ecur me hapa të lodhur. Dhe diçka te ti më bëri të ndaloj. Kishte një lloj mirësie në fytyrën tënde, edhe pse dukeshe I mërzitur, dhe mendova që ti do ta mbronje,
që do t'i jep një sa jetën që unë nuk mund t'ja jepja. Ajo e kishte ndjekur Markon në shtëpi, e kishte parë të hynte, kishte parë derën të mbyllej. Qëndrova atje për orë, duke mbajtur Lenën dhe dashur ta pranova përsëri. Por e dija që nëse do ta bëja, dreni do ta gjente, që do ta dëmtonte, ndoshta do ta vriste. Prandaj, me zemër të thyer, e vendosi Lenën në shport, e mbuloi me batanjekën e vetme që kishte, shkroi letrën edhe a lau para derës së Markos. Dhe pastaj vrapova. Vrapova dhe nuk u ktheva mbrapa. Sepse nëse do të ktheja, nuk do të kisha forcë për ta lënë përsëri. Dhoma ishte kaq e qetë sa mund të dëgjohej rrahja e zemrave. Lena dëgjonte me lot që rrëshqisnin ngadalë poshtë faqeve të saj. Çdo fjalë, çdo detaj, çdo dhimbje që Elira kishte përjetuar, të gjitha e goditnin me forcë. Dhe pas asaj nate, pyeti Lena me zë të përmbajtur. Elira shtrëngoi gishta derisa nofullat u bën të bardha. Vazhdova të vrapoj. Ndryshova qytet, emrin, gjithçka. Dren më kërkoi për muaj, por më në fund u dorëzua. Ose kështu shpresoj. Dhe unë vazhdova të jetoj, por kur nuk jetova vërtet. Çdo ditë, çdo orë, mendoja për ty. E pyeta veten nëse ishe mirë, nëse dikush të kujdesej, nëse ishe lumtur. Pse nuk erdhe kur të kontrolloje? Pyeti Lena dhe në zërin e saj kishte një lloj hidhërimi. Pse nuk provove të shije nëse isha mirë? Elira e shikoi drejt për drejt. Sepse nëse do të vija, nuk do të kisha forcë të largohesha përsëri, sepse dren ende po më kërkonte, sepse doja që ti të kishe një jetë normale, pa frikën që unë baja, dhe sepse kisha frikë që nëse do të shihja, do të kuptoja sa shumë kisha humbur, që dhimbja do të më vriste. Lena e shikoi për një moment të gjatë, pastaj, ngadalë, u ngrit nga karrigja. Elira ngriu, duke pritur çfarë? Zëmërim? Akuza? Refuzim? Por në vend të kësaj, Lena shkoi drejt saj dhe me një lëvizje të papritur e përqafoi. Ishte një përqafim që mbante brenda të gjithë vitet e mungesës, të gjithë dhimbjen që kishte mbetur të pashprehur për 15 vjet. Elira filloi të qante me të madhe, duke përqafuar Lenën sikur jeta e saj të varur nga ajo. Trupi i saj dridhej me pëshërtima që dolën nga thellësia e shpirtit. Më fal. Nuk ka për çfarë të falesh, tha Lena me zë të thyer. Ti më shpëtove, më dhe një mundësi. Dhe tani jam këtu dhe jam mirë, jam më shumë se mirë. Ato që ndruan të përqafuara për minuta të gjata, ndërsa Marko e shikonte me lot në sy. Ky ishte momenti që ai kishte friksuar dhe shpresuar për vite, që kishte menduar se mund ta humb Lenën. Por tani që ishte këtu, e pa se nuk kishte humbur asgjë. Përkundrazi, Lena kishte fituar diçka që kishte munguar gjithmonë, një pjesë të identitetit të saj. Pas atij takimi të parë, gjërat nuk u bën menjëherë të lehta. Marrëdhënia mes Lenës dhe Elirës ishte komplekse, e mbushur me ndjenja të ndërlikuara. Kishte dashuri, por kishte edhe dhimbje. Kishte falje, por kishte edhe pikëllim për vitet e humbura. Lena filloi të vizitonte Elirën rregullisht. Në fillim takimet ishin të shkurtra edhe plazakonta. Flisnin për gjëra të thjeshta, koha, puna e Elirës si kamariere, filma që Lenës i pëlqenin, por çdo takim ishte një hap drejt njohjes më të thellë. Një ditë Elira e pyeti Lenën, "Çfarë të pëlqen të bësh?" Lena mendoi. "Më pëlqen të lexoj, veçanërisht psikologji. Dua të ndihmoj njerëz një ditë, ashtu si Bahaj më ndihmoi mua." Elira buzëqeshi me një buzëqeshje të trishtuar. Ai duket njëri i mrekullueshëm. "Jam mirënjohse që të gjeti. Është babai më i mirë që mund të dëshiroja," tha Lena. Pastaj shikoi Elirën me kujdes. "Por ti je nëna ime. Dhe jam mirënjohse që më dhe jetë, që më sakrifikove veten për mua." Elira filloi të qante lehtë. "Ti nuk e di sa mirënjohse jam që je mirë, që je e lumtur, që je e fortë." "Jam e fortë
Sepse ti me dhe forcë, tha Lena. Vendimi që more ishte vendimi më i fortë që një nën mund të bëj. Këto biseda filluan të shëronin plagët e vjetra. Ngadalë, Elira filloi të hapej më shumë. Tregoi për femërinë e saj të vështirë, për mungesën e familjes, për të gjitha gabimet që kishte bërë. Lena dëgjoi pa gjykuar, duke ofruar vetëm dashuri dhe kuptim. Marko mbeti në sfond, duke u dhënë hapësirë për të ndërtuar atë lidhje. Por ai ishte gjithmonë atje, gati të ndihmonte, gati të mbështeste. E pas e marrëdhënia e tij me Lenën nuk po dobësohej, por përkundrazi, po forcohej. Lena tani e kuptonte më mirë se sa e dashuronte. Sa kishte bërë për të. Një ditë, Lena erdhi te Marko. Babi, dua të të them diçka. Çfarë është? Pyeti Marko. Jam kaq mirënjohëse për Elirën, për atë që më dha. Por ti e babai im. Ti e ai që më rriti, që më deshi, që ishe atje çdo ditë. Asgjë nuk do ta ndryshoj këtë. Marko e përqafoi fort. E di vogëlushe. Dhe unë do të jem gjithmonë këtu për ty. Por historia e Elirës nuk ishte e përfunduar. Një ditë, ndërsa Elena po e vizitonte, dikush trokiti në derën e apartamentit të Elirës. Kur Elira e hapi, fytyra e saj u mbush me terror. Në prag qëndronte një burr i lartë, me sy të ftohta dhe shprehje të ashpër. Dreni. Mendove që mund të më hiqe përgjithmonë? Tha ai me zë të ulët dhe kërcënues. Elira u bë e bardhë. Si më gjete? Kam mënyrat e mia, tha Dreni duke hyrë me forcë. Por pastaj pa Elenën dhe diçka në sytë e tij ndryshoi. Kjo është ajo? Kjo është fëmia? Lena u ngrit, duke qëndruar mes Drenit dhe Elirës. Ik nga këtu. Dreni qeshi me një t'i qeshur të ftohtë. Ti nuk më thua mua çfarë të bëj. Unë jam babai yt. Jo, nuk je, tha Lena me zë të qëndrueshëm, edhe pse zemra i rahte fort. Ti je vetëm burri që e dëmtoi nënën time, që e detyroi të bënte zgjedhjen më të vështirë të jetës së saj. Por unë kam një baba tani, një baba të vërtet që më deshi pa kushte. Dreni u afrua me një hap kërcënues, por Lena nuk u tërhoq. Nxori telefonin. Nëse nuk iki tani, do të telefonoj policin dhe do t'i them gjithçka që i bëre nënës sime, çdo gjë. Për një moment, Dreni dukej se do të bënte diçka të dhunshme, por pastaj pa vendosmëri në sytë e Lenës dhe diçka në të u tërhoq. Me një sharje të ulët, ai u kthye dhe u largua nga apartamenti. Pasi dera u mbyll, Elira u shemt në dysheme duke qarë. Lena e përqafoi fort, duke mbrojtur ashtu siç Elira kishte dashur ta mbronte atë 15 vjet më parë. Është në rregull, pëshpëriti Lena. Unë jam këtu tani, do të mbroj. Atë ditë, Lena telefonoi Markon dhe a tregoi gjithçka. Marko erdhi menjëherë dhe së bashku me Lenën ndihmoi Elirën të paraqiste një kallëzim penal kundër Drenit për ngacmim dhe kërcënim. Gjithashtu, Marko përdori lidhjet e tij për të siguruar që Elira të merrte një urdhër mbrojtjeje të fortë. Nuk do të lë ta kalosh këtë vetëm, i tha Marko Elirës. Ti je nëna e Lenës dhe kjo të bën pjesë të familjes sonë. Elira e shikoi me sy plot mirënjohje. Pse po bën këtë për mua, pas gjithçkaje që ka ndodhur? Marko buzëqeshi me butësi. Sepse ti dhe jeta saj që më dhuroi jetën mua. Sepse pa ty, unë nuk do të kisha kurrë Lenën. Dhe sepse çdo njeri meriton një shans të dytë. Muaj që pasuan ishin një betejë ligjore dhe emocionale. Marko punësoi avokatin më të mirë që mund të gjente për të ndihmuar Elirën. Ata paraqitën prova të kërcënimeve, të historikut të dhunës, të frikës konstante që Elira kishte jetuar për vite. Dreni u arrestua,
pasi u zbulua që kishte një urdhër arresti të papaguar për dhunë të mëparshme. Gjatë hetimit, doli në shesh që ai kishte abuzuar edhe gra të tjera. Dëshmitë e tyre, së bashku me atë të Elirës, ishin mjaft për ta dënuar me burg. Kur Elira dëgjoi vendimin, filloi të qante nga lehtësimi. Për herë të parë në 17 vjet, ajo mund të merrte frym pa frikë. Mund të jetonte pa e parë prapa shpatullave. Marko e ndihmoi Elirën të gjente një punë më të mirë, me pagesë më të lartë në një spital ku ai kishte lidhje. Ajo filloi të punonte në regjistrim, një punë e qetë, por e qëndrueshme, që i dha një ndjenjë dinjiteti që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Gjithashtu, Marko e ndihmoi Elirën të lëvizte në një apartament më të mirë, më të sigurt, më afër qytetit ku ai dhe Lena jetonin. Ngadalë, jeta e Elirës filloi të stabilizohej. Ajo filloi të bënte terapi për të përpunuar traumat e kaluarës, filloi të gjente paqe me veten. Dhe më e rëndësishmja, filloi të ndërtonte një marrëdhënie të vërtetë me Lenën. Ato filluan të kalonin kohë së bashku rregullisht. Darkë, shëtitje në park, biseda të gjata për gjithçka dhe asgjë. Elira mësoi për pasionin e Lenës për letërsinë, për ëndrat e saj për të studiuar psikologji, për mënyrat e saj të çuditshme dhe mrekullueshme. Dhe Lena mësoi për forcën e Elirës, për sakrificën që kishte bërë, për dashurinë që nuk kishte vdekur kurrë, por kishte mbetur e fshehtë për vite. Mësoi për fëmijërinë e vështirë të Elirës, për mungesën e mbërtetjes familjare, për të gjitha pengesat që kishte kapërcyer. Një ditë, ndërsa ishin duke ecur në park, Lena e pyeti Elirën: "A e ke penduar ndonjëherë vendimin që more?" Elira ndaloi dhe e shikoi me kujdes. Çdo ditë të jetësime e kam vuajtur për atë vendim, por penduar? Jo, sepse shoh gruan e mrekullueshme që e bër, shoh lumturi në sytë e tu, dhe e di që bëra zgjedhjen e duhur, edhe pse ishte zgjedhja më e dhimbshme që kam bërë ndonjëherë. Lena e përqafoi. Faleminderit që qenë kaq e fortë. Faleminderit që më dhe një shans. Ndërkohë, marrëdhënia mes Markos dhe Elirës po ndryshonte gjithashtu. Në fillim, ishin thjesht dy njerëz të lidhur nga Lena, por duke kaluar kohë së bashku, duke ndarë shqetësimet për vajzën e tyre, duke ndihmuar njëri tjetrin, filluan të njohin njëri tjetrin në një nivel më të thellë. Marko pa një grua që kishte kaluar në përferr, por kishte mbijetuar me dinjitet. Që kishte bërë sakrificën më të madhe nga dashuria, që pavarësisht të gjitha traumave, ende kishte zemër të mirë dhe të hapur. Elira pa një burr që kishte humbur gjithçka, por kishte gjetur forcë për të dashuruar përsëri. Që kishte marrë një fëmijë të panjohur dhe ja kishte dhënë një jetë plot dashuri dhe kujdes. Që ishte i sjellshëm, i duruar, i fortë. Ndjenjat filluan të rriten, të ngadalta dhe të kujdesshme. Asnjëri nuk donte ta pranonte, sepse situata ishte aq komplekse. Por ndonjëherë, gjatë darkave të përbaskta, shikimet e tyre takohen dhe zgjasin për një moment më shumë se sa duhej. Ndonjëherë, kur duart e tyre preknin aksidentalisht, një rrym kalonte mes tyre. Ishte Lena që e vuri re e para. Një ditë, kur ishin të tre së bashku në shtëpinë e Markos, ajo i shikoi me vëmendje. "Apo ndodh diçka mes jush?" pyeti ajo drejt për drejt. Marko dhe Elira u shikuan njëri tjetrin të befasuar. "Çfarë do të thuash?" kleti Marko. Lena qeshi. "Ju mendoni që nuk e vëre se si e shikoni njëri tjetrin? Si buzëqeshni kur jeni së bashku? Është e qartë si dielli." Marko dhe Elira u kuqën. "Lena, kjo është e komplikuar," tha Marko. "Ne nuk dëshirojmë ta bëjmë situatën më të vështirë për ty." "Më të vështirë?" tha Lena me habit të vërtet. "Kjo është gjëja më e mrekullueshme që mund të ndodhte. Ju të dy keni kaluar në për aq shumë, të dy keni sakrifikuar aq shumë, të dy meritoni të jeni të lumtur." Elira e shikoi me sy plot lot. "Por çfarë do të mendosh? Si do ta ndjesh?" Lena shkoi dhe i zuri duart e të dyve, duke i bashkuar. "Do të ndihem me bekuar, do të kem një familje të plot të vërtet, një baba që më rriti dhe më deshi, një nën që më shpëtoi dhe u kthye. Edhe tani, ju të dy do të jeni të lumtur së bashku. Si mund të kem fat më të madh?" Marko dhe Elira u shikuan njëri tjetrin, dhe në atë moment e pranuan atë që kishin ndjerë prej kohësh.
ndjenjat ishin të vërteta dhe kishin bekimin e Lenës. Atë mbrëmje, pasi Lena shkoi të flinte, Marko dhe Elira qëndruan në sallon duke folur për orë. Kjo është e çuditshme apo jo? Tha Elira me një buzëqeshje të druajtur. Të dy të lidhur nga e njëjta fëmijë në mënyra kaq të ndryshme. Jeta është e çuditshme, tha Marko, por ndonjëherë gjërat më të çuditshme janë edhe më të bukurat. A mendon që kjo mund të funksionojë? Pyeti Elira. Pas gjithçkaje që ka ndodhur? Marko e zuri dorën. Nëse ka diçka që ka mësuar nga Lena, është se dashuria gjen një rrugë. Pavarësisht sa e vështirë duket, pavarësisht sa e komplikuar është, dashuria gjithmonë gjen një rrugë. Elira buzëqeshi dhe për herë të parë në vite, ishte një buzëqeshje e plot, pa hije të dhimbjes. Atëherë, le të provojmë. Muajt që pasuan ishin një proces i ngadalt dhe i kujdesshëm të njohjes më të thellë. Marko dhe Elira filluan të dalin së bashku. Darkë, shëtitje, kinema. Flisnin për gjithçka, për të kaluarën, për të tashmen, për shpresat për të ardhmen. Elira i tregoi Markos për ëndrat që kishte pasur kur ishte e re, para se jeta të bëhej e vështirë. Donte të ishte mësuese, të ndihmonte fëmijë. Marko e nxiti ta mbiqte atë ëndër, ta kthente në realitet tani që jeta e saj ishte stabilizuar. Marko i tregoi Elirës për Marinën, për dashurinë që kishin ndarë, për dhimbjen e humbjes, por gjithashtu i tregoi se si Lena e kishte shëruar, se si kishte dhënë arsye për të jetuar përsëri. Nuk kam ndier kështu që nga Maria. Mendoja që nuk do të mund të dua kurrë përsëri. Por ti më ke treguar që zemra mund të shërohet, që mund të dojmë përsëri. Elira e puthi në faq. Edhe unë mendoja që dashuria ishte diçka që kisha humbur. Por ti më tregove që mund ta gjej përsëri, që nuk është shumë vonë. Lena i shikonte këto zhvillime me gëzim të vërtet. Shikonte si Marko buzëqeshte më shumë, si Elira rrezatonte lumturi, dhe ndihej e bekuar që kishte luajtur një rol në sjelljen e tyre së bashku. Një vit pas takimit të parë mes Lenës dhe Elirës, Marko mori një vendim të madh. Një mbrëmje, qet një darkë familjare, ai u gjunjëzua para Elirës. Elira, tha ai duke nxjerrë një onaz të thjesht por të bukur. Kur të gjeta Lenën në derën time, mendova që fati më kishte dhënë një shans të dytë në jetë, por tani kuptoj që fati ishte duke më përgatitur për ty. Ti e gruaja më e fortë, më e guximshme, më plot dashuri që kam njohur, dhe do të ndihemi nderuar nëse do të pranoje të bëhesh gruaja ime. Elira filloi të qante duke mbuluar gojen me duar. Po, shpëriti ajo. Po. Lena, që kishte qenë duke u fshehur dhe duke dëgjuar, doli dhe i përqafoi të dy. Kjo është dita më e lumtur e jetës sime, thirrri ajo. Dhe kështu, në atë moment, një familje e re u formua. Jo një e zakonshme, por një ndërtuar nga dashuria, sakrifica dhe fati. Martesa u bë 6 muaj më vonë, në një ceremoni të vogël dhe intime në një kopsht të bukur. Ishin vetëm miqt më të afërt dhe antarët e familjes. Petriti, që kishte ndihmuar kaq shumë, disa kolegë të Markos dhe disa miq të rinj që Elira kishte bërë. Për ylli i ceremonisë ishte Lena, që qëndronte si dëshmitare e ndershme për të dy. Veshi një fustan të bukur blu dhe mbajti fjalimin më prekës që dikush kishte dëgjuar. Sot po festojmë diçka të jashtëzakonshme, filloi Lena. Jo vetëm bashkimin e dy njerëzve që duhen, për bashkimin e një familje që u krijua në mënyrën më të pazakontë dhe më të bukur. Babari im, Marko, më gjeti kur isha më e pambrojtur dhe më dha gjithçka. Nëna ime, Elira, bëri sakrificën më të madhe që një nën mund të bëjë për të më dhënë një shans. Dhe tani, ata dy po bashkohen për të krijuar diçka edhe më të mrekullueshme. Jam aq mirënjohëse që jam dëshmitare e kësaj dashurie, që jam pjesë e kësaj historie, dhe që do të kem tani një familje të plot. Një baba që më rriti, një nën që më shpëtoi dhe një dashuri që i bashkon ata. Nuk kishte sy të thatë në ceremoni.
Marko dhe Elira u martuan me lot gëzimi, duke premtuar dashuri dhe besnikëri për gjithmonë. Ku shkëmbyen puthjet, Lena qëndronte atje duke buzëqeshur. Dhe në atë moment, e gjithë dhimbja, e gjithë humbja, e gjithë frika, të gjitha bën kuptim, sepse ato të gjitha kishin çuar drejt kësaj. Drejt kësaj familje të pazakont, të krijuar nga fati dhe dashuria. Vitet që pasuan ishin të mbushura me lumturi dhe sfida të zakonshme të jetës. Lena u diplomua nga shkolla e mesme me nderime të harta dhe u regjistrua në universitet për të studiuar psikologji. Ajo ishte e zellshme, e fokusuar, e nxitur nga dëshira për të ndihmuar të tjerët ashtu siç ishte ndihmuar vetë. Marko dhe Elira ndërtuan një jetë të bukur së bashku. Marko vazhdoi të punonte si kirurg, edhe pse tani me orë më të pakta për të kaluar më shumë kohë me familjen. Elira ndoqi një ëndër të re, ëndrat e saj, dhe filloi kurse për të bërë mësuese. Në pak vite, ajo u bërë mësuese e shkollës fillore, duke ndihmuar fëmijë që fillin nga sfonde të vështira, ashtu si ajo vetë. Por gjithmonë, çdo vit, në të njëjtën datë, datën kur Lena u gjet në derën e Markos, familja mblidhej për të festuar, jo vetëm ditëlindjen e Lenës, por ditën kur fati ndërhyri në mënyrë misterioze për t'i sjellë ata të gjithë së bashku. Në një nga ato festa, kur Lena ishte 20 vjeçe, ajo mori një moment për të folur me Markon vetëm. "Babi," tha ajo, duke e kapur dorën, "ka diçka që kam dashur të them prej kohësh." "Çfarë është, voglushe?" pyeti Marko. "Faleminderit," tha Lena thjesht. "Faleminderit që më gjete atë natë. Faleminderit që nuk më dërgove larg. Faleminderit që më dhe një jetë plot dashuri. Pa ty, nuk e di ku do t'i isha sot." Marko e përqafoi fort. "Jo, faleminderit ty. Ti më dhe një jetë përsëri, më dhe një qëllim. Më mësove se çfarë do të thotë dashuria e vërtet." Ata qëndruan të përqafuara për një kohë të gjatë, ndërsa Elira i shikonte nga larg me një buzëqeshje plot dashuri. Një ditë, shumë vite më vonë, kur Lena kishte tashmë krijuar familjen e vet dhe kishte vajzën e saj të vogël, një vajzë të bukur me sy të mëdhenj kafe si të saj, ajo u kthye në shtëpinë e Markos dhe Elirës. "Dua t'i tregoj Sofis historinë," tha Lena, duke folur për vajzën e saj 3 vjeçare. "Cilën histori?" pyeti Marko, edhe pse e dinte. "Historinë tonë, se si më gjete, se si Elira u kthye, se si u bën familje." Marko buzëqeshi. "Një histori e bukur." Elira erdhi dhe u ul pranë tyre. "Një histori që duhet të tregohet." Ata ulën në sallon, Marko, Elira, Lena dhe Sofia e vogël, që kishte sytë e mëdhenj kafe të gjyshes së saj. Dhe Lena filloi të tregonte. "Ka shumë kohë, në një natë shumë të ftohtë, një burr i mirë gjeti një fëmijë të vogël në derën e shtëpisë së tij. Foshnja ishte e ftohtë dhe e friksuar, por burri e mori dhe e bëri vajzën e tij." Sofia e vogël dëgjoi me sy të mëdhenj, të magjepsur nga historia. Dhe ndërsa Lena fliste, Marko e shikoi Elirën dhe ata u buzëqeshën. E dinin që kjo histori do të kalonte nga brez në brez, një dëshmi e fuqisë së dashurisë, sakrificës dhe faljes. Lena vazhdoi. "Dhe kur vajza u rrit, ajo zbuloi diçka të mrekullueshme, që nëna e saj, që kishte menduar se kishte humbur, nuk e kishte braktisur nga moskujdesi, e kishte braktisur nga dashuria, nga dëshira për t'i dhënë një jetë më të mirë." Ndërsa historia vazhdonte, Sofia pyeti: "Dhe çfarë ndodhi pastaj, mami?" Lena buzëqeshi. "Pastaj, diçka magjike ndodhi. Babai që e gjeti vajzën dhe nëna që e shpëtoi vajzën u dashuruan me njëri tjetrin, dhe ata krijuan një familje të vërtetë, të ndërtuar nga dashuria." "Dhe ata jetuan të lumtur për gjithmonë?" pyeti Sofia me shpresë. "Po, mylav, ata jetuan të lumtur për gjithmonë." Vitet vazhduan të kalojnë, dhe familja vazhdoi të rritej. Marko dhe Elira u bën gjyshër jo vetëm për Sofin, por edhe për 2 fëmijë të tjerë që Lena lindi më vonë.
Shtëpia e tyre u mbush me zërat e fëmijëve, me të qeshura dhe lumturi. Por gjithmonë, në çdo moment të rëndësishëm, ata ktheheshin te ajo natë. Nata kur gjithçka kishte filluar. Nata kur një fëmijë i braktisur ishte gjetur në një derë dhe një burr i vetmuar kishte gjetur përsëri kuptimin e jetës. Marko, që tani ishte në moshë të vjetër, ndonjëherë ulej vetëm dhe mendonte për udhëtimin e tij, për Marinën, gruaja e tij e parë që kishte vdekur shumë herët, për Lenën, fëmia që ja kishte dhuruar jeta në mënyrën më të pazakontë, për Elirën, gruaja që kishte gjetur dashuri në moshën më të pjekur dhe kishte bërë jetën e tij të plotë. Një ditë, kur Lena erdhi ta vizitonte, e gjeti duke shikuar fotografitë e vjetra. "Për çfarë mendon babi?" pyeti ajo duke ulur pranë tij. Marko e zuri dorën e saj. "Po mendoj sa fat kam pasur. Edhe pse kisha humbur shumë, jeta më dha shumë më tepër. Më dha ty, më dha Elirën, më dha një familje që nuk e kisha imagjinuar kurrë." Lena mbështeti kokën në supin e tij. "Ne jemi ata që kemi pasur fat, sepse ti na dhe gjithçka." "Jo," tha Marko me butësi. "Ju më dhatë gjithçka. Pa ju, unë do t'isha ende i vetmuar, i humbur në dhimbjen time. Por ju më shpëtuat, më dhatë një arsye për t'jetuar." Ata qëndruan kështu për një kohë të gjatë, duke ndarë një moment paqeje dhe mirënjohje të thellë. Kur Marko arriti moshën 80 vjeç, shëndeti i tij filloi të dobësohej. Kishte kaluar nëpër shumë dhe trupi i tij filloi të dorëzohej. Por shpirti i tij ishte ende i fortë, plot dashuri dhe kënaqësi për jetën që kishte jetuar. Një mbrëmje, ndërsa familja ishte mbledhur rreth tij, Elira, Lena, dhëndri i Lenës dhe 3 niprit e kësaj, u përpoq të fliste. "Dua t'ju them diçka," tha ai me zë të dobët. Të gjithë u qetësuan dhe u afruan. "Kjo jetë ka qenë një udhëtim i mrekullueshëm," vazhdoi Marko. "Kam pasur fat të dua dhe të duhem, të humb dhe të gjej, të vuaj dhe të shërohem. Dhe gjithçka që kam, gjithçka që jam, është për shkak tuaj." Lena filloi të qante lehtë. "Babi, mos fol kështu. Ti do t'jesh këtu për shumë vite ende." Marko buzëqeshi dobët. "Ndoshta vogëlushe, por nëse jo, dua që të dish që çdo ditë që kam kaluar me ty ka qenë një bekim, që ti je gjëja më e mirë që më ka ndodhur ndonjëherë." Elira e zuri dorën e tjetër të Markos. "Ne të duam kaq shumë." "Edhe unë ju dua," tha Marko, "të gjithve, dhe jam i lumtur, kaq i lumtur." Atë natë, Marko fjaloi paqësisht në shtëpinë e tij, të rrethuar nga dashuria e familjes së tij. Kur frymëmarrja e tij ndaloi, Lena e mbante njërën dorë dhe Elira tjetrën, dhe në ato momente të fundit, fytyra e Markos kishte një shprehje paqeje dhe plotësimi të plot. Mortja e Markos ishte shkatëruese për familjen, por gjithashtu ishte një kohë për të festuar jetën e tij të jashtëzakonshme. Në funeralin e tij, qindra njerëz erdhën, pacient që kishte shpëtuar, kolegë që e respektonin, miq që e donin, dhe të gjithë treguan histori për mirësinë, shpirtbardhësinë dhe dashurinë e Markos. Por fjalimi më prekës erdhi nga Lena. Ajo qëndroi para turmës me sy plot lot dhe foli me zemër. "Babai im nuk ishte i përsosur, por ishte i përsosur për mua. Kur më gjeti në atë natë të ftohtë, ai më dha diçka që askush tjetër nuk mund të më jepte, një shtëpi, një familje, një dashuri që nuk pushoi kurrë. Ai më mësoi të jem e fortë, të jem e sjellshme, të besoj në mirësinë e njerëzve. Ai më mësoi që familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga dashuria, dhe edhe pse ai nuk është më këtu fizikisht, ai do të jetë gjithmonë në zemrën time. Faleminderit babi për gjithçka. Faleminderit që më gjete. Faleminderit që më dhe një jetë plot dashuri." Kur mbaroi, të gjithë në dhomë qanin, dhe ndërsa varrosnin Markon në një varr të bukur me pamje të mrekullueshme, Lena vendosi pranë gurit një letrën që Elira kishte shkruar atë natë 50 vjet më parë.
Ti e bëre premtimin që në letër, përshpëriti Lena. E mbrojte, e due, dashurues. E bëre më të mirën që mundi të bënte. Dhe për këtë, do t'jem për gjithmonë mirënjohëse. Vitet që pasuan ishin të vështira pa Markon, por familja mbjetoi duke mbajtur gjallë kujtimin e tij. Elira vazhdoi të punonte si mësuese, duke frymëzuar gjenerata të reja fëmijësh. Lena u bë një psikologe e njohur që specializonte në trauma dhe dhunë në familje, duke ndihmuar qindra gra dhe fëmijë. Dhe çdo vit, në përvjetorin e vdekjes së Markos, familja mblidhej te vari i tij për të ndarë kujtime dhe për të festuar jetën e tij. Një ditë, shumë vite më vonë, kur Lena ishte vetë në moshë më të madhe dhe Sofia kishte rritur fëmijët e saj, ajo u kthye te shtëpia e vjetër ku gjithçka kishte filluar. Shtëpia ishte ende atje, edhe pse tani jetohej nga një familje e re. Lena qëndroi para derës, duke kujtuar atë natë kur kishte qenë e vogël, e ftohtë, e friksuar, dhe si një burr i mirë e kishte gjetur dhe kishte dhënë gjithçka. Faleminderit, babi, përshpëriti ajo në erën e lehtë. Faleminderit që nuk kalove pranë. Faleminderit që ndalove. Faleminderit që më mora dhe më bëre të ytit. Ndërsa qëndronte atje, Lena ndjeu një pranim të plot për udhëtimin e saj. Nga foshnja e braktisur në derë, te vajza e dashur që u rrit me kujdes, te gruaja e fortë që kishte gjetur të dyja familjet e saj, biologjike dhe adoptive, dhe I kishte bashkuar ato në një. Por historia nuk përfundon këtu, sepse jeta, siç e dim, vazhdon gjithmonë të na befasojë. Kur Sofia, vajza e Lenës, arriti moshën 25 vjeç, ajo vendosi të bëjë një gjë të veçantë për nënën e saj. Kishte intervistuar Lenën, Elirën dhe të gjithë ata që kishin njohur Markon. Kishte mbledhur fotografi, letra, dokumente dhe kishte shkruar një libër. Një libër për historinë e tyre të jashtëzakonshme. Kur libri u botua, ai u bë menjëherë një sukses. Njerëzit nga I gjithë vendi lexuan për këtë familje të pazakontë që ishte ndërtuar nga dashuria, sakrifica dhe fati. Shumë lexues u frymëzuan. Shumë që kishin kaluar nëpër situata të ngjashme gjetën shpresë. Lena dhe Elira u ftuan në emisione televizive, në konferenca, në ngjarje për të treguar historinë e tyre. Dhe çdo herë që flisnin, mesazhi ishte I njëjtë. Dashuria nuk njeh kufi. Familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga përkushtimi. Dhe ndonjëherë, momentet më të errta të jetës sonë na çojnë drejt dritës më të ndritshme. Një ditë, pas një prezantimi të librit, një grua e re u afrua tek Lena. Kishte një foshnjë në krah dhe sy plot lot. Faleminderit, tha gruaja. Historia juaj më shpëtoi. Isha në një situatë të tmerrshme dhe po mendoja se nuk kisha rrugë tjetër. Por pas leximit të librit tuaj, kuptova që ka gjithmonë shpresë. Që ndonjëherë vendimi më I vështirë është edhe vendimi më I fortë. Dhe tani unë dhe fëmia im jemi të sigurt, fal ndihmës që gjeta. Lena e përqafoi gruan, duke qarë. Jam kaq e lumtur që historia jonë të ndihmoi. Kjo është arsyeja pse ne ndajmë atë, për t'u dhënë shpresë të tjerëve që janë në errësirë. Vitet vazhduan të kalojnë, dhe Lena arriti moshën e pleqërisë. Elira, që tani ishte në të 80-tat, ende kishte shpirtin e fortë, edhe pse trupi I saj kishte dobësuar. Ato dy, nëna dhe bija, kishin ndërtuar një lidhje aq të fortë sa asgjë nuk mund ta thyente. Një mbrëmje, ndërsa ishin ulur në perandor duke shikuar perëndimin e diellit, Elira foli. Lena, kam diçka që duhet të them. Lena e shikoi me shqetësim. Çfarë është, mom? Elira buzëqeshi me butësi. Dua që të diesh që çdo ditë që kam jetuar, që nga momenti që të braktisa, ka qenë e mbushur me pendim dhe dhimbje. Por sot, duke parë gruan e mrekullueshme që je bër, familjen që ke krijuar, jetën që ke jetuar, e di që Zoti më fali atë ndim. Që edhe pse ishte vendimi më I dhimbshëm, ishte vendimi I duhur. Lena e zuri dorën e saj të rrudhur. Mam,
Ti bëre sakrificën më të madhe që një nën mund të bëjë. Dhe për këtë, do të t'jem përgjithmonë mirënjohëse. Elira e shikoi me sy plot dashuri. Ti je krenaria ime më e madhe. Jo vetëm sepse je e fortë dhe e mençur, por sepse ke zemër të madhe. Sepse ke marrë dhimbjen e së kaluarës dhe e ke kthyer në fuqi për të ndihmuar të tjerët. Kjo është gjëja më e madhe që një nën mund të shpresojë për fëmijën e saj. Ato qëndruan kështu ndërsa dielli po perëndonte, duke ngjyrosur qiellin me nuanca portokalli, të kuqe dhe vjollc. Ishte një moment paqeje të plot. Një moment ku të gjitha plagët ishin shëruar, të gjitha pyetjet kishin gjetur përgjigje dhe dashuria kishte triumfuar mbi gjithçka. Kur Elira vdiq disa vite më vonë, në moshën 88 vjeç, ajo vdiq paqësisht në gjumë, me një buzëqishje në fytyrë. Lena ishte pranë saj, duke mbajtur dorën e saj, ashtu siç kishte mbajtur dorën e Markos kur ai kishte vdekur. Në funeralin e Elirës, Lena foli përsëri, dhe zëri i saj ishte i mbushur me dhimbje, por edhe me mirënjohje. Nëna ime jetoi një jetë të vështirë. Kaloi nëpër trauma që shumica prej nesh nuk mund të imagjinojnë. Por përkundër gjithçkaje, ajo mbeti e fortë, e dashur, e mirë. Ajo bëri vendimin më të vështirë që një nën mund të bëjë, dhe atë vendim e mbajti me dinjitet deri në ditën e fundit të jetës së saj. Unë jam e bekuar që e pata si nën, që pata kohë për ta njohur, për ta dashur, për t'i falënderuar për sakrificën që bëri. Dhe tani, ajo është bashkuar me baban tim, Markon, dhe e di që ata janë së bashku duke na shikuar, duke buzëqeshur, duke ditur që ne jemi mirë. Ndërsa varrosnin Elirën pranë Markos, Lena vendosi midis dy varrezave një gur të vogël me një mbishkrim të thjeshtë. Këtu pushojnë dy shpirtra që u bashkuan nga dashuria, që jetuan me sakrificë dhe që lanë pas një trashëgimi të përjetshme. Marko dhe Elira, prindrit që më dhanë gjithçka. Tani shumë vite më vonë, Lena është gjyshe dhe stërgjyshe. Shtëpia e saj është e mbushur me familje, fëmijë, nipër, stërnipër, dhe çdo vit në atë datë të veçantë, datën kur u gjet në derën e Markos, ajo mbledh të gjithë familjen. Sot është një nga ato ditë. Dhoma është e mbushur me zëra, me të qeshura, me jetë. Lena, tani në të 80-tat, ulet në karrigen e saj të preferuar dhe shikon rreth saj. Vëmendje të gjeh, thot ajo me zë që ende mban forcë. Sot, si çdo vit, duhet ju tregoj një histori. Fëmijët e vegjël vrapojnë dhe ulen rreth këmbëve të saj. Të rriturit ulen në karrike dhe kanape, duke buzëqeshur sepse e din se çfarë vjen. Ka shumë kohë, fillon Lena, në një natë shumë të ftoftë të marsit, ndodhi diçka magjike. Një foshnjë e vogël u braktis në derën e një shtëpie. Foshnja ishte e ftohtë, e friksuar dhe e vetmuar, por burri që jetonte në atë shtëpi, një burr i mirë me emrin Marko, e gjeti atë. Dhe në vend që ta dërgonte larg, ai vendosi ta mbante. Ja dha asaj çdo gjë që kishte: dashurinë e tij, kohën e tij, jetën e tij. Fëmijët dëgjojnë me vëmendje, të magjepsur nga çdo fjalë. Por kjo nuk është gjithçka, vazhdon Lena, sepse shumë vite më vonë, ajo vajzë, që isha unë, e gjeti nënën e saj biologjike. Dhe ajo nën, me emrin Elira, kishte një histori plot dhimbje dhe sakrificë. Kishte braktisur vajzën e saj jo sepse nuk e donte, por sepse e donte aq shumë sa ishte gati të vuante përgjithmonë për t'i dhënë asaj një jetë më të mirë. Dhe çfarë ndodhi pastaj? Pyet një nga fëmijët e vegjël, edhe pse e ka dëgjuar këtë histori 10 herë. Lena buzëqesh. Pastaj, diçka e mrekullueshme ndodhi. Marko dhe Elira u takuan, u dashuruan me njëri tjetrin dhe krijuan një familje të ndërtuar jo nga gjaku, por nga dashuria. Dhe ajo familja u rrit dhe u rrit, derisa sot kemi të gjithë këtu. 4 gjenerata të lidhura nga ajo natë e ftohtë të marsit, kur gjithçka filloi. Dhe ata jetuan të lumtur përgjithmonë?
pyet Famia. Po, thot Lena, duke I fshirë syt lehtë. Ata jetuan të lumtur për gjithmonë, sepse dashuria e vërtet, dashuria që vjen nga sakrifica dhe përkushtimi, nuk vdes kurrë. Ajo jeton në ne, në zemrat tona, në mënyrën se si trajtojmë njëri tjetrin. Dhoma është e qetë për një moment, përveç tingullit të një fëmije të vogël që po shpërit. Kjo është historia më e bukur që kam dëgjuar. Lena shikon rreth asaj, tek të gjithë këta njerëz të mrekullueshëm që janë këtu për shkak të asaj nate, asaj vendimi, asaj dashurie. Shikon fotografitë në mur, Markon duke buzëqeshur me Lenën e vogël në krah, Elirën duke qeshur me Lenën adoleshente, të tri së bashku në ditën e martesës. Dhe e kupton që çdo lot, çdo dhimbje, çdo frikë ka vlerë për këto momente, për këtë dashuri, për këtë familja. Ndërsa nata bie dhe familja ngadalë fillon të shpërndahet, disa shkojnë në shtëpi, disa mbeten për të fjetur. Lena qëndron e vetme për një moment në veranda. Shikon yjet që shkëlqejnë lart në qiellin e errët. Faleminderit për shpërit ajo në natën e qetë. Faleminderit Marko për gjithçka që më dhe. Faleminderit Elira për sakrificën që bëre. Faleminderit që më lejua të jem pjesë e diçkaje kaq të mrekullueshme. Dhe në atë moment, një erë e lehtë fryn, e butë dhe e ngrohtë, sikur të ishte një përgjigje. Lena buzëqesh, duke ndjer praninë e tyre rreth saj. E di që ata janë atje, diku, duke e shikuar, që janë krenar për jetën që ajo ka jetuar, për dashurinë që ka ndarë, për trashëgiminë që ka lënë. Dhe ndërsa shikon lart në yje, Lena thot fjalët që ka thënë çdo natë që nga fëmijëria. Ju dua deri në hënë dhe mbrapsht, deri në të gjitha yjet, deri në përjetësi. Dhe në heshtjen e natës, ajo e ndjen përgjigjen e tyre, të qetë dhe të qartë. Edhe ne të duam vogëlushe, për gjithmonë dhe për gjithmonë. Dekadat të tjera kaluan. Historia e Lenës, Markos dhe Elirës u bë legjendare në familje dhe më gjërë. Libri që Sofia kishte shkruar u ribotua disa herë, frymëzuar mijëra lexues në të gjithë botën. Shkolla ku Elira kishte punuar vendosi një bursë në emrin e saj për vajza nga sfonde të vështira. Spitali ku Marko kishte punuar vendosi një klinikë të re kardiake në nder të tij. Dhe Lena, përmes punës së saj si psikologe, kishte ndihmuar qindra familje të gjejnë shërimin dhe shpresën. Por më e rëndësishme, dashuria që ata tre kishin ndarë vazhdonte të jetonte në çdo brez të familjes, në çdo fëmijë që mësohet të jetë I sjellshëm, të jetë I fortë, të besojë në fuqinë e dashurisë. Kur Lena më në fund pushoi në moshën 93 vjeç, ajo u varros midis Markos dhe Elirës, ashtu siç kishte kërkuar, dhe mbi gurin e saj të varrit, familja vendosi një mbishkrim që thoshte gjithçka. Lena, vajza që u gjet, vajza që u gjeti, vajza që deshi dhe u desh pa kushte. Trashëgimia e saj është dashuria që ajo lë pas. Dhe në ditën e fundit, para se të mbyllte syt për herë të fundit, Lena pa një vizion. Pa Markon që I zgjante krahët, duke buzëqeshur me atë buzëqeshjen e tij të ngrohtë. Pa Elirën që qante nga gëzimi, me duart e hapura, dhe pa një dritë të bardhë dhe të ndritshme që e thërriste përpara. Mirë se erdhe në shtëpi voglushe, dëgjoj zërin e Markos. Të kemi pritur kaq gjatë, dëgjoj zërin e Elirës. Dhe me një buzëqeshje paqe të plot, Lena u ngrit dhe shkoi drejt tyre, duke lënë pas një jetë të plot, një familje të dashur dhe një trashëgimi që do të jetonte për gjithmonë. Dhe kështu, historia e një fëmije të braktisur në një natë të ftohtë të marsit u kthye në historinë e një dashurie të përjetshme, të një familjeje të jashtëzakonshme dhe të një trashëgimie që do të vazhdonte të frymëzojë brezat e ardhshëm. Sepse në fund, historia nuk ishte vetëm për braktisjen, ishte për gjetjen. Nuk ishte vetëm për humbjen, ishte për fitimin. Nuk ishte vetëm për dhimbjen, ishte për shërimin. Ishte një histori për atë se si ndonjëherë rrugët më të errta na çojnë drejt dritës më të ndritshme. Se si njerëzit që humbasim janë pikërisht ata që na gjejnë. Se si dashuria e vërtet, e thellë, e pakushtëzuar është ajo që na shpëton të gjithëve. Dhe mbi të gjitha,
Ishte një histori që provon që familja nuk krijohet nga gjaku, por nga dashuria. Që sakrifica është gjëja më e fortë që një nën mund të bëjë. Që fati, ndonjëherë, ka një mënyrë të çuditshme për të sjellë njerëzit e duhur në kohën e duhur. Kjo është historia e Lenës, Markos dhe Elirës. Një histori e vërtet nga zemra, e ndërtuar nga dashuria dhe e destinuar të përjetojë përgjithmonë.